Dua të falenderoj investitorët amerikanë që bën të mundur këtë deal për të rihapur rafinerinë dhe për të kthyer në punë 1200 punëtorë. Për shkak të një privatizimi korruptiv, kriminal në kurizin tuaj, për ta katandisur industrinë e naftës në këtë gjendje. Të vdesim ne. Të vdesin gjithë njerëzit, nuk e di kur kjo është një pasuri e paparë. Vjen tjetri dhe pasurohet në kurrizin tonë. Dikur giganti industrial i Jugut, kombinati i përpunimit të thellë të naftës në Ballsh, ishte shtylla ekonomike dhe sociale e gjithë zonës përreth. Prej më shumë se 4 dekadash, kjo rafineri shtrihej në një sipërfaqe prej 90 hektarësh, me një kapacitet përpunimi mbi 1 milion litra në vit. Sot, në vend të saj, ngrihen fusha të mëdha me panele fotovoltaike, si pasojë një vendimi të Këshillit të Ministrave dhe një lejeje të dhënë nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Rafineria, e privatizuar në vite dorë më dorë, u ble në fund nga kompania Shiaku për 9 milion euro. Me këtë transakcion, kompleksi industrial u çmontua për skrap, ndërsa mbi trullin e ki nisi ndërtimi i parkut fotovoltaik GreenNet Solar Park Ballsh, por ky transformim i shpejt la pas vetes plagë të thella sociale dhe ekonomike. Mbi 2000 punëtor mbetën të papunë, ndërsa 997 prej tyre presin ende të marrin 13 paga të prapambetura, që datojnë nga falimentimi i rafinerisë në vitin 2019. Rafineria nisi të ndërtohej në vitin 1972 nga të dënuarit politik të repartit 309. Përveç rafinerisë, ata ndërtuan edhe pallate banimi e madje edhe varreza. Uzinës ju deshën 7 vite për të bërë funksionale, duke u kthyer më pas në zemrën e ekonomisë së zonës. Megjithatë, pas viteve 90, me hyrje në tranzicion, uzina kaloi nga një pronar tek tjetri, nga Rezart Taçi në 2008, tek Hini Assets Corporation në 2013, më pas Deveron Oil, Petrol and Drilling, All Aluminum Enterprises dhe mëtej me qera tek Tosk Energy dhe Bylis Energy. Këto ndrime të vazhdueshme sollën paqëndrueshmëri të thellë, borxhe që arritën në 700 milion euro dhe më në fund, mbylljen përfundimtare në vitin 2019. Shkatërimi që u bë pa transparencë. 6 vite pas falimentimit të rafinerisë, i vetmi ndryshim është se kjo e fundit u qua për skrap. Një VKM e miratuar në vitin 2023 dhe leje nga Këshilli Kombëtar i Territorit në 2024 e çmontoi të gjithë uzinën për ta zëvendësuar me një park fotovoltaik, GreenNet Solar Park Ballsh. Vendimi parashikon ndërtimin e një centrali gjenerues të energjisë elektrike nga shoqëria GreenNet Solar Park Ballsh, e cila është në pronësinë e kompanisë Shiaku të biznesmenit Shpëtim Shiaku. Shiaku e bleu rafinerinë për 9 milion euro nga banka Credins, e cila kishte sekuestruar 54 asete të Armos vite më parë për të shluar borxhin që kjo e fundit kishte mbi ta. Nga ky vendim, në këtë mes favorizohet edhe pala shtet, edhe pse shteti hoqi dorë nga 15% i aksioneve që kishte në Armo. Pas këtij vendimi, do të përfitojë në formë royalty 2% të sasisë vjetore të prodhimit, ose do të konvertojë këtë të fundit në vlerë monetare. Nga e gjithë uzina, vetëm 20 hektar kanë mbetur të paprekura. Çdo gjë tjetër është shmontuar. Kanë lënë vetëm një godinë 3 katëshe që dikur shërbente si administrat dhe 2 magazina që po i përdorin për qëllimet e tyre, tregon zoti Haki. Sipas sindikatës, çmontimi i rafinerisë u krye pa garë dhe pa njoftim të dytë nga gjykata, pavarësisht se asetet e Armos ishin nën sekuestrim konservativ që prej vitit 2019. Kjo ka ngritur pikpyetje serioze mbi ligjshmërinë e ndërhyrjes dhe ndarjen e përfitimeve. Ne protestuam kur e pam se po shkatrohej rafineria ku kishim kaluar gjithë jetën tonë. U futëm të ndalonim punimet, por forcat e shumta të policisë na mundën, shprehet ish naftëtari. Kompania Shiaku ndërhyri në zonën ku dikur ka qenë rafineria, e cila quhej Kombinati i Përpunimit të Thellë të Naftës në Ballsh, pa një leje nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit. Edhe pse Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë mohon të ketë një rol në prishjen e uzinës, Këshilli i Ministrave në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës deklaron miratimin e ndërtimit të centralit në zonën kadastrale numër 1090 në Ballsh. Referuar dokumentave, asetet e Armos kishin një urdhër sekuestro konservative të vitit 2019 dhe vendimi i gjyqit ishte marrë mbi asetet e ish rafinerisë. Në çdo rast mbi të cilin do duhej të punohej në këtë zonë të sekuestruar, do duhej një njoftim i dytë nga gjykata. Ndërhyrja në territorin e uzinës është bërë kur asetet e saj ishin ende në nurthër,
që të hiqet shiriti i një vendi të sekuestruar, duhet minimalisht të bjerë vendimi i gjykatës, shprehet Sokoli. Efektet nuk u ndjen vetëm tek punëtorët. Sipas ish nënkryetarit të Bashkisë Mallakastër, Zamir Malasi, mbyllja e rafinerisë hoqi nga ekonomia lokale rreth $900.000 në vit, një goditje e rëndë për të ardhurat dhe punësimin në zonë. Është tharë burimi kryesor i financave me një kontribut rreth $900.000 në vit, thot Malasi. Sot nga uzina e dikurshme ka mbetur vetëm një godin 3 katëshe e administratës dhe 2 magazina. Gjithçka tjetër është fshirë nga historia, për t'i lënë vendin një parku diellor që duket sikur simbolizon harresën. Shpërndajeni këtë video nëse ju pëlqeu dhe na ndiqni në faqet tona zyrtare.